femrat. Do ketë mitra artificiale, të cilat janë bërë që tashi, aty do riprodhohen fëmijët të cilët do t'jenë pa aftësi seksuale riprodhuese, do t'jetojnë thjesht atë kohën e tyre si kështu t'i shikosh nga pamja e jashtme si ato mollë të mëdhaja që s'bjen as erë, që s'kan as shije, po që duken të bukura, kështu do jenë këta. Do t'i përdorin për punët e tyre kjo elitë e vogël e 300 familjeve që po bën gjithë të skemë sot. Këta qa do bëjnë? Këta do vënë, do ndezin robotët në punë, do t'i fikin, do t'i vënë në karikim. Do vënë të nesme, do t'i ndezin. Ama do jenë të kontrolluar, të mikroqipuar, edhe nuk do flasin dot qa mendojnë, vetëm do jetë një komunizëm ekstrem global. Ajo që ndodh sot në Korenë e Veriut do t'jetë lule në krahasim me atë që duan të ndërtojnë kjo pakicë e vogël mbas agendës Rockefeller 2030. Popujt janë në një rrezik jashtëzakonisht të mëdhenj. Fëmijët tanë, niprit tanë janë në një rrezik jashtëzakonisht të madh që ti sklavërojnë. Këto duken si fjalë kote sot, por kur të vit dita, këto i ka thënë pak a shumë i madhi Orwell ke libri ti 1984. Këta Fabian Society, shoqëria Fabian, që është nga shoqëritë më të rrezikshme globaliste, ku ka mbaruar dhe Soros i shkollën, kanë Universitetin London School of Economics and Political Science, këta kishin menduar që këtë që kërkon të bëjë Rockefelleri me agendën 2030, këta kanë dashur e kishin planifikuar Beatrice dhe Sidney Webb, aty brenda ka qenë shkrimtarja Virginia Woolf, ka qenë Aldous Huxley, një njeri të mërshëm që ka qenë në kryet kësaj UNESCO-s mbas vitit 45, ky ka bërë një libër Bota e re dhe e guximshme, dhe po ta shikosh që në fillim aty tregon se si prodhonin fëmijët në laborator, si vinte ky një nga këta të komitetit 300 dhe kontrollonte, janë prodhuar mirë, jeni të sigurt që këta nuk do riprodhohen me njëri tjetrin, po jemi të sigurt, i linin në konviktet përbashkëta të jetonin me femra me meshkuj bashkë atje, nuk ishin aftësi të riprodhoheshin, ishin në monitorim, në kontroll me kamera, dhe këta mbanin në monitorim robotët. Dhe robotët përdoreshin për të realizuar punë. Shumë njerëz thonë që, ore Alfred, thonë, po këta si do bëjnë tregti, ku do t'i gjejnë parat? Po, ata parat nuk i kanë qëllim në vetvete. Ata parat i përdorin për të krijuar botë materiale. Kur këtë botë materiale e krijojnë pa para, me robot, për çfarë do t'i duan parat ata? Ata parat, prandaj i prodhojnë, që nëpërmjet parave të krijojnë botë materiale, pasuri. Kur atë pasuri e krijojnë pa para, nëpërmjet robotëve, për çfarë duhen parat atyre? Më kupton? Shumë e thjeshtë, kupton? Mirë njerëzit se kuptojnë tonë, jo, se ata duan paratët, elitat. Kështu s'ka paratët, nëse s'do ketë konsum, se robotët s'konsumojnë botë materiale, po ama robotët prodhojnë botë materiale. Qofse atyre ju duhen 10 makina, ja u bëjnë ata. Qofse atyre ju duhen domate të mbjella në fush, lëshojnë robotët në fush, mbjellin domate, edhe jetojnë. Që duan parat ata t'i blenë me para? I kanë pa para, ja u qojnë, punojnë robotët për ata. Apo jo? E vërtet. Ja kjo është. Cako, në falenderoj shumë që ke gjetë kohën, shenë respekti, e kom përgatit një miliu, Zotët Alfred Cako, në shenë falenderimi dhe vlerësimi për kontributin e tij intelektual dhe publik, si edhe për guximin në trajtimin e temave me interes shoqëror dhe angazhimin e tij të vazhdueshëm në iluminimin e shqiptarëve në temat okulte. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Je po e burr. Jena mënu pak më të ndrejsh me. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit që ishe, Cako. Një foto. Po problem. Nga regjia këtu me këtë dekoratën e bën atje me kamera foto? Po. Një foto na e bëjt, sepse është një kujtim i bukur për mua. Faleminderit Cako shumë që ishe. Respekt, faleminderit.